maj mire, maj suksesshme ka qenë Hashim Thaçi. Në qoftë se i morëm në mënyrë telegrafike, i ka menaxhu 7 miliard, edhe na i kalon autostradat cilat ky i malli si pe përsëritin, nuk po ja përmeni emnin, ky i menaxhon 24 miliard me qit buxhet, edhe s'ka bo asnjë rrugë, asnjë autostradë, askuj gjë. Mos të harroj, Hashim Thaçi e ka përgatitur edhe e ka shpall pavarësinë, se nuk u ardh pavarësia vet. 12 po është një pej kreatorëve, një pej atyne meritat e tina janë të jashtëzakonshme, njëherë vjen pavarë, njëherë. Merrni me men me pas qenë Albin Kurti, ose dikush tjetër. Sot këta i kanë e ka gjetë gati, mos flasëm sa shkollat, mos flasëm që për njëherë ja u ka rrit pagat për njëherë, jo me ja u dhon ka 100 euro si ndihma sociale, po ja u ka rrit 2 fish pagat policëve, këtë që janë konë shërbëjsh publik. Edhe absolut as nuk e kanë, është një si përdoren, si thujnë, e kanë keq përdorë, absolut nuk kanë keq përdorë. Nuk kanë keq përdorë për shkak se mjetet cilat janë konë në krahasim me 20 miliard, 24 miliard, sot me i menaxhu e mos me pa na çka po bëhet, të i dhon ndihma sociale. Kjo është veç mu po më çuditin njerëz cilët janë në diasporë, qysh mundën, për shkak se ata e kanë një shembull që e shohin atje. E shohin shtetin në cilin janë, në cilin jetojnë, qysh menaxhohet shteti.